Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Prokurori publik i Republikës Maqedonisë së Veriut reagoi pas thirrjeve të kryeministrit maqedonisë për shkarkim nga detyra. Kreu i akuzës, Ljupço Koçevski, reagoi masat që janë marrë për një nga ngjarjet më të rënda që tronditën vendin, si zjarri në diskotekën Puls në Koçan. Sipas kryeprokurorit, pritet një procedurë transparente dhe dinamike e gjykimit. Koçevski tha se për këtë ngjarje janë përmbushur të gjitha kushtet, janë angazhuar disa prokurorë shtesë në mënyrë që procedura nga Prokuroria Publike të mos vonohet. Ekipi prokurorëve publik vendosi të zhvillojë një procedurë kundër të gjithë të akuzuarve dhe besoi se kjo është zgjidhja më e përshtatshme, sqaroi për mediat prokurori publik i Republikës Maqedonisë së Veriut, Ljupço Koçevski. Nga zjarri në Koçan humbën jetën 63 persona, shumica prej tyre të rinj, dhe rreth 200 të tjerë mbetën plagosur. Ministri i Transportit në Maqedoninë e Veriut, Antoni Nikolovski, premton ndërtimin deri në vitin 2028 të autostradës Prilep-Manastir. Përmes rrjeteve sociale ai publikoi video nga ndërtimi. Progresi i fuqishëm në ndërtimin e autostradës Prilep-Manastir po vazhdoi me planin autostradë nga Prilepi deri në Manastir deri në vitin 2028, shkruan zëvendës kryeministri Nikolovski. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Opozita në Kosovë bashkohet për mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe ai nismës Fatmir Lima i konfirmuan qëndrimet e tyre para takimit me presidenten Vjosa Osmani. I pranishëm në këtë takim ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Takimi erdhi pas dështimit të Glauk Konjusës për krijimin e kabinetit të ri qeveritar, me mandatin që mori nga presidenti i Republikës Vjosa Osmani. Mandatari Glauk Konjusa dështoi të mërkurën për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Ekzekutivi paraqitur prej tij mori vetëm 56 vota pro, 53 votuan kundër dhe 4 abstenuan. Me dështimin e dytë për formimin e ekzekutivit hape rruga për zgjedhje të reja në Kosovë. Sipas kushtetutës, nëse qeverinë nuk ka rinë ta formojë as mandatari i dytë, presidenti i vendit Vjosa Osmani duhet të shpallë zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e shpalljes. Zëvendës kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës kërkon shkarkimin e ushtruesit detyrës së prokurorit të shtetit Besim Kelmendi. Propozimi i Johona Grantollit erdhi pasi një ditë më parë Kelmendi u intervistua në cilësinë e dëshmitarit nga Prokuroria Speciale si personi pranishëm në masakrën e Reçakut. Krahas asaj, zëvendës kryesuesi i Këshillit Prokurorial vlerësoi se dhe vendimarrjet në këtë këshill u shërbejnë interesave të ngushta personale dhe në këtë pikë, në këtë grup është përfshirë dhe ushtruesi i detyrës së prokurorit të shtetit. Ushtruesi i detyrës së prokurorit të shtetit në Kosovë, Besim Kelmendi, përgënjeshtron informacionet mbi përfshirjen e tij në masakrën e Reçakut. Ai deklaroi se para vitit 2000 nuk ka qenë as gjyqtar dhe as prokuror as hetues. Kur në jetën time s'kam qenë as gjyqtar, as prokuror, as hetues para vitit 2000, kur jam zgjedhur për herë të parë gjyqtar në gjykatën e Qarkut në Prishtinë. E kisha fatin që jem gjyqtar bashkë me 2 gjyqtarë ndërkombëtar dhe një prokuror ndërkombëtar në rastin e Reçakut, ku është akuzuar një pjesëmarrës në kryerjen e vrasjeve të Reçakut dhe i cili, fali kontributit tim, është shpallur fajtor dhe sot kemi aktgjykim të formës së prerë për këtë të akuzuar. Mëtej Kelmendi tha se akuzat ndaj tij kanë ardhur për shkak se ka kërkuar të respektojnë ligjet dhe procesi për anëtarët e rinj në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.